Dakord, Rildar, flasim pak për të nominuarin për ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Besoj e ke lexuar pjesë nga raportimi që e ka mbajtur në Komisionin e Jashtëm të Senatit Amerikan. Syrish ka folur për SPAK-un, mbështetjen e SPAK-ut, një institucion apolitik, i pavarur. Çfarë tregon? Tani në qoftë se e kam ndjekur, ai ishte nuk kishte projekt sakt në lidhje me SPAK-un, pra nuk kishte një raport se jo, e ka përmendur. Ai e përmendi në vazhdën e komunikimeve dhe komunikime që kanë dhënë ambasada, por nuk i kanë dhënë të vërteta, për hir të vërtetës. Nuk ka njëri më pro-amerikan se unë në ide dhe propagandimor. Se çfarë nuk i ka? Por nuk janë të vërteta sepse nëse ka një institucion që po i garanton pushtetin vitin e 13 në qeverisje Edi Ramës është SPAK. Është një institucion që për hir të vërtetës nuk ka ndikuar fare dhe s'ka bërë asnjë goditje ndaj krimit zgjedhor. Dhe gjitha i debati i madh për burgjet, për eskortat që shkojnë në burgje, për femrat e showbizit që i shëtisin që është gjëja më normale në botë, unë s'di pse shqetësohet se shkojnë femrat e showbizit nëpër burgje. Por nuk shqetësohen për luksin që kanë ndërtuar të burgosur. Dini ju që burgosurit, ata që i ke në të gjitha të angazhuar me FIS, me grupe kriminale në fushatat elektorale të Partisë Socialiste, janë me lokale në burg, kanë lokale në burgje. Dhe hynë njerëz, për istet e ka hynë në darkë dhe dalin mëngjes duke pirë, i ke me shisha, i ke me drita me led, i ke me gipse në burg. Po unë këtu nuk po ja fuskot. Unë vetë edhe mund ta publikoj, të ditë mund ta mendoj ta publikoj si video, një video skandaloze që të burgosur në një nga burgjet e Shqipërisë ka ndërtuar lokal që po ta bësh jashtë, duhet kërkosh lejen i KMT dhe në Bashkinë të Tiranës, e kanë brenda burgut. Në brenda burgut. Personazhe të botës krimit, të cilët kanë ndërtuar kjo arredimi studios tuaj është krejt inferiore ndaj arredimit që kanë lokale. Është më luksos. Pa diskutim ka dhe emër. Oda Beut. Është brenda në burg. Brenda në burg. Një nga burgjet mund dhe e ka ndërtuar një burgosur, një grup kriminal, po një grup kriminal. Ata menaxhojnë. Ata janë pronarë të lokalit, vetëm mungon kasa fiskale. Dhe kjo është krimi zgjedhor, ky është më i zonjë, që askush nuk e të burgosurit shkojnë. Të burgosurit me shisha, duke pirë shisha, duke folur live me miqtë e tyre jashtë lokalit, duke pirë Johnny Walker me gota plastike dhe me pagure plastike, kanë frikë se dehen. Gardianët e burgut çfarë bëjnë? Gardianët e burgut nuk janë se janë drejtor burgji këta, unë po tham Od Burrash, Oda e njohur, Oda Beut, e ka marrë emrin Oda Beut, me gips dhe me drita LED, ku me letër morale, ku figurë kryesore e letrës morale ishte aktori që luan Osmani i Madhërishëm, një telenovela, një televizion kombëtar, aty si simbolik, dhe ke të gjithë këta personazhet e krimit organizuar, të cilët pinë shisha dhe pinë alkol dhe kanë 20-30 vetë aty në Odën e Beut. E kene një nga burgjet e Shqipërisë. Sikur ke qenë vetë aty. Po unë tani kam parë videon, po tham, dhe kam videon, unë s'kam qenë vetë, se s'kam punë në lidhje me burgjet, por unë po tham kam videon, dhe ky është krimi zgjedhor, ky është SPAK-u. Ilir Meta kontrollohet 4 herë në ditë, nuk ka telefon Ilir Meta, flet me impulse. Ish presidenti i Republikës Shqipërisë, ish kryeministër, ish kryetar kuvendi, një nga drejtuesit e Partisë Socialiste, Partisë Mazhorane Socialiste, pastaj një parti tjetër që ka luajtur kingmakerin në Shqipëri, trajtohet në mënyrën më vulgare të mundshme. Po ashtu ke edhe kryetarin e Bashkisë Tiranës që desh i hiku truri, siç thuhet raportimet mediatike, se unë nuk e kam parë, dhe s'kam kontaktuar ndonjëherë me të, por dhe zoti Velia i trajtuar barbarisht, po duke ju referuar disa lajmeve në media, po pak rëndësi ka kjo, por trajtu barbarisht deri një farë periudhe do ku erdhën ministra të tjerë të qeverisë. Po thua, dhe kriminalët të cilët kanë gjeneruar dhe prodhuar këtë makineri të madhe të votave, duke prodhuar deputet në Kuvendin e Republikës Shqipërisë, trajtohen sikur janë drejtuesit e drejtorisë burgjeve. Ky është krimi zgjedhor, ky është roli i SPAK-ut, dhe SPAK-u nëse ka guximin dhe forcën është pikërisht bëje këtë. Jo të bëje spektakël politik mbi jetën e qytetarëve. Dhe unë videon e kam parë me sytë e mi, prandaj kam kurajën dhe e them. Pra, SPAK-u duhet hetoj këto që po ndodh në burg. Po pa diskutim se simbioza e krimit zgjedhor
Jo kjo që po ndodh në Burma. Është pushteti që kanë burgaxhit, që kanë grupet kriminale. Ne prandaj e denoncojmë farsën zgjedhore. Prandaj themi që kjo strukturë e posaçme po i zgjat mandatin qeverisin e Edi Ramës. Sepse nëse kjo do të kishte vërtet për të luftuar korrupsionin, për të luftuar krimin politik, për të luftuar gjithë këtë pisllik që ka shoqëria dhe e ka marrë përsipër ta bëjë këtë gjë, duhet shkojë tek thembra e Akilit. Ta ajo që prodhon mekanizmin e madh të votave. Ka guxim për ta bërë. Ka guxim për ta bërë, nuk ka asnjë lloj guximi për ta bërë. Dhe unë denoncoj haptas që nuk ka guxim. As kreu i ri i SPAK-ut? Po jo më çka gjithë struktura SPAK-ut më këto. Këto është një mekanizëm që po i zgjat qeverisjen e Edi Ramës. Unë po e denoncoj. Nëse shkon, ta them dhe burgu nuk është asnjë lloj problemi, edhe kush e menaxhon atë punë, por ata e dinë shumë mirë se kush janë. Dakor, sepse detaje. Sepse unë të dhash detaje reale, nëse këto kanë guximin të më hedhin poshtë këtë gjë, unë po ta them në X burg Shqipërisë, nuk është në veri të Shqipërisë. Është në 5 burgjet që kanë nxjerrë dhe avokati i popullit. Është burg në veri të Shqipërisë, burgëri në veri të Shqipërisë, e ke edhe në Shqipërinë mesme, po janë lokale amatore, por aty kemi grup, lokal mirëfill që po ta ndërtosh unë edhe ti, jashtë jemi detyruar të marr leje një KMT për të paguar ka parë një KMT për të vazhduar ndërtimet. Ose për ndryshe s'do na lete kusht të ndërtohesh. Kjo puna e femrave që janë të nxjerr këto, unë i kam parë dhe femrat, nuk i di edhe kush kanë qenë femrat, kam parë dhe video që i kaloj me këto, por mua s'm bë përshtypje fare, s'do t'ja di fare me këtë lloj gjëje. Problemi qëndron që kjo është problemi, kjo që po të tham unë. Madje është edhe më frikshme, hyn njerëz në 8 darkës dhe dalin 6 mëngjesit pap topi. Sigur kanë qenë në një pub natë. Dhe janë të merruar nga mënyra se si le telefonat e lidhet live që bëjnë treshe duke folur me gjithë shoqërinë e tyre me muzikë, m'fal se kishte edhe muzikë, kishte edhe box, m'fal. Kishte edhe box video. Që lidhej në gjitha burgjet. Unë e kam parë videon, e kam parë në një burg. Unë videon e kam parë. Informacion kam që ka edhe në një burg tjetër, po është shumë modest, është si barake e plazhi. Por në këtë burgun që të tham unë e kam parë me muzikë, cilën nëpërmjet celularit lidhej boksi, duke pirë alkool, me shisha dhe od burrash që e konsideroshin si oda beut. Tani, ky e ke krimin zgjedhor. Guxon SPAK-u për ta bërë këtu, le të guxojë dhe të japi zgjidhje situatës. Ose për ndryshe për të viktimizuar viktimat që prodhon sistemin e dim këtë gjë. E dim, çdo autokraci prodhon viktimat e tyre, ja hedh turmës, shi se po funksionon një strukturë këto, që kanë mbështetjen e ndërkombëtarëve. Ktu abuzojnë me emrin e Amerikës, ktu abuzojnë me emrin e ndërkombëtarëve, ktu abuzojnë me idealin që kanë qytetarë shqiptarë që duan realisht një demokraci, një Shqipëri si gjithë Europa. Dhe kjo gjë s'po vjen. Këta kanë guxim për ta bërë këtë gjë. Kjo është e vërteta tani. Ereldar, dakor, të falenderoj shumë për bisedën. Ishte kënaqësi. Një hapësirë publicitare minuta në vazhdim, rikthehemi pas pak.